Përshëndetje, sot jemi në një tjetër episod të podcastit dedikuar grave dhe vajzave në uniform. Dhe në fakt jemi me një zonjë që vjen nga Kosova. Jemi me zonjën Ziavere Keqmezi Rexhepi, drejtuese e një sitit në doganën e Kosovës. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jesh në një projekt të tillë kur është në pyetje fuqizimi i gruas dhe gratë në uniform. Ne në fakt jemi shumë të lumtur që të kemi dhe histori të reja, të strukturave të reja si që shteti i Kosovës, por që në fakt kanë një përfaqësi shumë të mirë gjinore dhe kemi patur nderin të kemi dy prej kolegeve këtu në podcastet tona. Si vendosët ju që të kishit një karrierë në uniform duke patur parasysh dhe vetë historinë e Kosovës pas viteve 90, çfarë ju frymëzoi, pse pikërisht kjo karrierë? Si ishte vendimi i parë? Një pyetje shumë e mirë. Para se të vazhdoj të përgjigjem në pyetjen tuaj, mund t'ju them dhe të deklaroj që nuk jam rastësisht në doganën e Kosovës. Nuk e kam vesh rastësisht uniformën që e mbaj sot me krenari dhe jam e privilegjuar ta kem një uniform të tillë të doganës së Kosovës, të një shteti si Republika e Kosovës. Për të vetmen arsye që vetë jeta ime personale, përgatitjet akademike dhe profesionale më kanë sjell vetiu ka qenë një rrugëtim deri në doganën e Kosovës. Fillimisht ju e potencuat që unë doganën e Kosovës aktualisht jam si udhëheqëse një siti, ndërka që rrugtimi im profesional ka fillu qysh më herët. Mund të them lirisht edhe se jetën time mund ta ndoj në dy etapa, në përvojën time personale që kam filluar para vitit 1999 dhe deri vitin 1999 dhe pas kësaj periudhe. Fillimisht, në doganën e Kosovës unë jam më shumë se 2 dekada që e kam veshur këtë uniform dhe i shërbej doganës Kosovës dhe vendit tim. Megjithatë, rrugtimin tim unë e kam filluar edhe në organizatën për siguri në OSBE, organizatën për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e cila drejt ndërlidhet me siguri publike. Është njëri ndër faktorët. Ndërkaq, sa i përket përgatitjes time akademike e që ndërlidhet gjithashtu edhe me dogan, kur jemi te puna me palë te komunikime, unë kam të kryer edhe shkollën e lartë të gazetarisë, mirë po pas kësaj, përgatitja ime akademike vazhdon tutje, e diplomuar në fakultetin juridik me magjistraturë në qeverisje lokale dhe shoqëri demokratike, që më vonë do t'i sqaroj pse po i them këto. Dhe gjithashtu, ajo që është e rëndësishme është edhe fakulteti që e kam kryer në Akademinë e Kosovës për siguri publike, pikërisht për në institucionet e sigurisë. Të gjitha këto i thash për të vetmen arsye sepse dogana e Kosovës si një institucion i sigurisë publike, si një institucion që ka të bëjë në aspektin ekonomik edhe ligjor, pikërisht ndërlidhet me siguri publike, ndërlidhet me komunikimin që ne vazhdimisht duhet të kemi të ecim para, dhe gjithashtu edhe në zbatim të ligjit që une jam e përgatitur edhe në aspektin akademik. Është një gërshëtim i jetës time akademike me këtë profesionale. Një profesioniste e kompletuar, ne po flisnim dhe pak më parë dhe mua më erdhi mirë që ju bëni dhe kërkime akademike në fushë dhe ndikoni, kontribuoni dhe te kjo pjesë. Është diçka, një model për t'ia u dhënë vajzave dhe grave të reja që na dëgjojnë dhe që duan ndoshta të veshin uniformën, që nuk kanë pse të sakrifikojnë karriera të ndryshme, por mund t'i gërshetojnë dhe ta ndihmojnë njëra tjetrën. Me që jemi te komunikimi, si ka qenë reagimi i parë që keni marrë nga kolegët kur jeni bashkuar doganës, apo qoftë edhe akademisë? Jo gjithçka është e lehtë në jetën tonë. Marr parasysh ndoshta edhe stereotipet, po flas për një kohë më të hershme sepse unë e potencova më shumë se 2 dekada jam në doganën e Kosovës, dhe përkundër faktit që në familje jam e para femër që kam vesh uniform, mirë po nuk do t'jem e fundit sigurisht që jo,
Kështu që neve shpesh si komunitet jemi përballur me stereotipe të ndryshme. Mirë po, kjo nuk ka qenë ajo, domethënë që më ka ndalë të eci para në karrierën time, sepse dëshira për të qenë në uniform nuk është e tanishme, nuk ka qenë e momentit. Domethënë të veshi uniformën dhe të vendosit vinë në doganën e Kosovës ka qenë, domethënë kam qenë shumë e vetëdijshme dhe kam qenë e motivuar nga situata, nga jeta që ka qenë mjaftu shumë e vështirë në periudhën para luftës, sepse të jetosh në një regjim të tillë siç e kemi pasur ne në Kosovë, duke u sfiduar në të gjitha aspektet e jetës, qoftë në atë akademike, apo dhe në jetën e zakonshme nuk ka qenë e lehtë. Si fëmijë e mbaj mend që kur e kemi pa një polic në rrugë me uniform, që zakonisht kanë qenë të komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera, ne kemi pas frikë. Mirë po, të gjithë fëmijët kanë pas frikë. Unë e kam pas frikën të cilën e kam mbajt, mirë po gjithmonë në mendjen time kam thënë dhe kam pas shpresë. Në rregull, do ta transformoj këtë uniform. Një ditë Kosova do të çlirohet dhe unë do të jem ajo që do ta veshi uniformën dhe do ta transformoj në shpresë, do ta transformoj që të jetë në shërbim të popullit dhe do ta eliminoj atë frikën që e kam fëmijët për të takuar me personat në uniform. Kështu që ja arrita. Ëndra ime që e kisha atëherë, fatmirësisht u realizua me çlirimin e Kosovës dhe prandaj unë me vetdije të plot kam apliku, domethënë të jem në një institucion të tillë. Si kanë qenë reagimet e para kur juve dolët në detyrë në terren, një grua e veshur me këtë uniform përballja nga qytetarët? Çfarë përshtypjesh keni marrë në fillim? T'ju them të drejtën, të jesh në një institucion të tillë, të dominuar nga burrat, fillimisht, domethënë para 2 dekadave, nuk ka qenë fare e lehtë, sepse vetë shoqëria jonë është mësuar, domethënë të shohin përballë një burr me uniform, jo një grua me uniform. Ndërkaq, marr parasysh faktin që dogana e Kosovës, domethënë ka edhe aspektin financiar, dhe ti kur dalim në terren që përmendet dhe ne realizojmë kontrollat e tilla në terren, është sfidë për ne, edhe vendimarrja, edhe qasja ndaj problemeve të cilat i hasim në terren, sepse jo gjithherë jemi të pranueshme si femra. Ka tentime të tilla që të na friksojnë, ka tentime të tilla domethënë që të na japin mesazhe, të na përqojnë mesazhe të tilla që ti je femër, ti je më e dobët dhe nuk e ke guximin të marrësh vendime të tilla që ndoshta të aplikosh edhe dënime ndaj atyne subjekteve apo personave. Mirë po kjo nuk është një barrikadë, sepse ne me vendosshmërinë tonë, me profesionalizmin tonë që e kom arrit fal punës sime duke u zhvilluar në doganën e Kosovës, domethënë është dëshmuar që edhe unë si femër mund të marr vendime, edhe unë si femër e kam guximin të marr vendime të tilla në mënyrë që ta zbatoj ligjin ashtu siç e kërkon dogana e Kosovës dhe shteti ynë. Shpeshherë që të jemi dhe të sinqerta me njëra tjetrën, ka dhe kolege gra që mund të jenë pengesë. Ka patur raste sporadike për vajza të reja ose kolege të ndryshme. Si është situata në doganën e Kosovës? A keni një frym bashkëpunimi ndoshta në një shoqat të gruas në uniform? Bëni takime me vajzat e reja? Si e keni zgjidhur këtë farë xhelozie që mund të lindi midis edhe grave? Në doganën e Kosovës fatmirësisht e them që situata të tilla ashtu që të adresuara nuk ka pas. Përkundër që po, ballafaqohemi me situata të tilla. Mirë po, ne shpesh organizojmë takime të tilla me gra, apo edhe gjatë pauzave të ndryshme diskutojna me to dhe mundohemi që t'i eliminojmë ato barriera qoftë të brezave, sepse ne shpesh mund të kemi edhe konflikt mes gjeneratave dhe jo vetëm. Mirë po ka edhe interesat të tjera të cilat mund të sjellin deri te një mosmarrveshje, mos ta quaj konflikt, sepse konflikte nuk ka, po te një mosmarrveshje. Kështu që
duke ullur së bashku, duke diskutuar, duke përkrahur njëna tjetrën që ne duhet të jemi një, nuk duhet të luftojmë me njëra tjetrën, mirë po ne kemi synime të përbashkëta që të shkojmë para duke u vedisuar që të fuqizohemi si femra që jemi në mënyrë që të jemi krahas meshkujve. Kjo i bën ato që domethënë shpesh ti eliminojmë ato mosmarrveshje dhe të mos ketë vend që ne mos ta përkrahim njëna tjetrën. Si ja keni dalë mes formimeve akademike, kualifikimeve profesionale, komunitetit dhe punës në terren? Si e keni bërë të mundur nëse ka qenë mundësia që kur mbyllni derën e shtëpisë të linit pas gjithë situatat familjare apo kur të hynit në shtëpi të linit pas gjithë streset e punës? Ka qenë e lehtë? A ka patur ndonjë ditë që keni dashur të hiqni dorë? Jeta me të cilën domethënë ka qenë një rrugëtim im jo i lehtë. Si në aspektin akademik, ashtu dhe në aspektin profesional. Unë e ceka me herët. E gjitha përgatitja ime akademike ka ndodhur pikërisht masi kam lind 2 fëmijët e mi. Domethënë, kjo t'jep me kuptu që përkundër faktit që unë në vitin 1995 kur e kam kryer shkollimin e mesëm, nuk e kam pas mundësinë të vazhdoja shkollimin. Mirë po, asnjëherë nuk e kam dalë shpresën që një ditë unë do të shkollohem, do t'i kryej edhe edukimet e larta. I kam premtu vetes dhe i kam realizuar. Mandej, duke qenë se kam punu me komunitetin ndërkombëtar pas luftës, sidomos domethënë në zgjedhjet e para në Kosovë ku i kam udhëheq mbi 300 vendvotime në zgjedhjet e para, ka qenë një sfidë në veti. Mirë po atëherë kam qenë beqare, e pamartuar, ka qenë diçka më e lehtë, qoftë në menaxhimin e kohës, sepse nuk ka pas fare problem nëse menaxheri im ka thirrë me shku me punu ndoshta për nevoja të institucionit edhe ndonjëherë jashtë orarit, kështu që ka qenë diçka më e pranueshme, menaxhim më i lehtë. Mirë po, më pas, kur u punësova në doganën e Kosovës, domethënë tek këtu, domethënë vazhdova unë ta zhvilloj karrierën time edhe akademike, edhe profesionale. I linda 2 fëmijët e mi. Dogana, domethënë ka përkrah vazhdimisht në përgatitjen time, sepse ma mundsoi shkollimin tim në Akademinë e Kosovës për siguri publike në kuadër të orarit të punës. Mirë po unë isha ajo mandej që kisha më shumë kohë edhe për familjen time, fëmijët i kisha të vegjël, po me një dëshirë të madhe, nëse don të arrish diçka, do të arrish. Nuk mendoj që një grua mund të gjej si një justifikim që nuk kam kohë se e kam familjen, apo nuk kam kohë se jo me angazhu me shumë në punë dhe mos t'i realizoj ëndrat e veta t'i loj me njanë. Pyetja juve e radhës që ishte kur e mbyll derën e shtëpisë, nuk është e lehtë për neve si nëna, as pak nuk është e lehtë. Po kur e qes hapin doganën e Kosovës, të gjitha unë e mbylli derën atje që e kam lanë, domethënë në shtëpi, dhe e hapi derën e profesionalizmit. Shumë e rëndësishme kjo për të sqaruar edhe ndoshta ndonjë keq kuptim për konceptin e barazisë gjinore, se barazi gjinore më shumë po i më shohet dhe mua më vjen mirë faktit që të ketë kushte ku zhvillimi të jetë i barabartë, pra këto strukturat mbështetëse të jenë për të gjithë në bazë të kushteve që secili ka nevojë. Në këtë rastin e një gruaje familjare. Po, si ka ndryshuar situata për gjatë viteve? Ju keni 23 vite karrierë tashmë në uniform, si e shihni qoftë edhe në numër, vajzat e reja që priren apo jo më shumë drejt kësaj karriere, apo qoftë edhe në tipologji, në sfida që mund të kenë, si e shikoni këtë ndryshim sot në akademinë ku ju jeni ligjëruese dhe kur ju keni qenë vetë studente në bankat e shkollës? Unë tani aktualisht jam në një situatë të tillë ku e kisha leju veten ta bëj një krahasim të tillë pikërisht që ndërlidhet me pyetjen e juaj. E tham, para 2 dekadave kam filluar doganën e Kosovës. Unë si e re që isha në atë kohë, u ballafaqova me gjeneratën e vjetër t'i quaj ashtu kushtimisht, që shpesh gjenerata e vjetër heziton
ta pranoj energjinë e një zyrtari të ri që e sjell ai ose ajo me vete, apo të shkoj edhe tek zhvillimi i ideve që të rinjt mund t'i japin në një institucion, siç është edhe dogana e Kosovës, për arsye se gjenerata e vjetër gjithmonë domethënë thirret në atë që ne e kemi përvojën që është një vlerë e pa krahasueshme për mua. Mirë po, tash jam në gjendjen që dogana e Kosovës ka rekrutu edhe doganier të ri, edhe unë jam në atë mesin e, si them ashtu, përkrahjes së këtyre brezave të ri, pikërisht duke e mendu në atë që përvojën time që e kom pasur më herët me gjeneratën e kaluar. Andaj, neve, unë e shoh si vlerë gjeneratën e vjetër, si vlerë në përvojën që e ka, e shoh potencialin dhe energjinë që e kanë zyrtarët e ri doganor dhe dogana e Kosovës, edhe unë personalisht bëj përpjekje që t'i gërshëtoj ato dy vlera që së bashku e japin një kombinim të mirë në mënyrë që të punohet si ekip brenda institucionit ton, dhe kur punon si ekip, natyrisht që edhe rezultatet janë të arritura, qoftë në përmbushjen e doganës së Kosovës, qoftë në realizimin e objektivave. Çfarë mesazhi të fundit mund të keni për vajzat, gratë, apo sidomos qytetarët dhe qytetaret e reja në Kosovë që mund të jenë tashmë duke menduar hapat e tyre në karrierë? A duhet t'i bashkohen uniformës dhe pse? Pikërisht po. Domethënë është një përgjigje po. Pse them po? Ka shumë arsye që gratë, femrat, vajzat e reja të marrin një vendim të tillë dhe të aplikojnë në institucionet e sigurisë publike, në këtë rast në doganën e Kosovës, për arsye të ndryshme. Sepse, për shkak të stereotipeve që ne po besoj që në Kosovë veç i kemi të i kalu deri diku dhe mund të ketë raste shumë pak që ende mendohet në atë që në institucionet e sigurisë duhet të punojnë vetëm burrat. Jo. Unë i bëj thirrje gjitha vajzave të reja që të aplikojnë për vendet punës në doganën e Kosovës, sepse mund t'i zhvillojnë, mund t'i zhvillojnë potencialet e tyve, përgatitjet e tyve që i kanë, domethënë personale, mund t'i implementojnë, t'i zbatojnë doganën e Kosovës, dhe dogana e Kosovës nuk është për burra, dogana e Kosovës nuk është për gra, dogana e Kosovës është për të gjithë ata ose ato që e kanë guximin të bëjnë ndryshime në të mirë të shoqërisë dhe në shërbim të vendit tonë. Kur ne nisëm këtë seri podcastesh, kishim pikërisht në mendje për ta bërë rolin e uniformës më të prekshëm për qytetarët, për të sjellë aspektin njerëzor që shpesh e harrojmë kur na jep ajo stepja apo respekti që imponon uniforma, po edhe për të sqaruar pak rolet specifike, ditën e punës, parimet dhe vlerat, dhe unë jam shumë mirënjohëse që ju e ndat këtë histori me ne. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Uniforma e ceka pse është me rëndësi të veshësh një uniformë, dhe është respekt, është nder, është dinjitet, është një vlerë të cilën duhet vlerësuar jashtëzakonisht, sepse jo që të mban të jesh përgjegjëse, jo që të mban që të kesh llogaridhënie, mirë po me të vërtet uniforma të jep mundësinë që të jesh edhe më disiplinare, të jesh më organizative, nuk është e lehtë gjithmonë që ti e përmendë edhe orarin, sepse ne kemi orare të ndryshme në doganën e Kosovës, nuk është vetëm orari i rregullt administrativ 8-4 siç e kemi ne të rregulluar me ligjet e tona, mirë po kemi gra edhe vajzat e reja të cilat punojnë në orare të ndrrimeve të natës, në orare jashtë administrative, që është një sfidë në vete. Mirë po, kur punon në ekip, je i rrethuar edhe me kolegë të tjerë, domethënë ki përkrahjen, modemos që e kalon edhe këtë sfidë, sepse nuk është gjithmonë e lehtë. Sidomos unë e thash edhe më herët, kur je një nën, është shumë e vështirë.
kur je e pamartuar është më e lehtë. Po, asnjëra nga këto nuk duhet me qenë elemente kufizuese që të jesh në një institucion të tillë, sepse menaxhimi e bën të veten, domethënë me vetë faktin që dogana e Kosovës e jep përkrahjen maksimale që domethënë në raste të tilla t'i ndihmoj gratë nëse kanë probleme specifike, të kenë edhe orare fleksibile, të ndihmohen nga kolegët e tjerë dhe të kenë përkrahjen e nevojshme që atyre ju duhet gjatë ushtrimit të detyrës në punë. Fantastike, shumë faleminderit. Ishim me zonjën Zjavere, historia e së cilës, nëse mund t'i adresojmë, siç i thon kolegët, Ziki, tregon se në fakt karriera mund të ridimensionohet dhe mund të jetë edhe më e suksesshme pas krijimit të një familje. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe shihemi në episodin e radhës.